dhe më në fund në demokraci, po pra një demokraci kaotike, duke sikur Tirana në çdo moment ka pasur të ndryshimet që nuk i kanë pasur vuajtur apo arrirë qytetet e tjera që kanë të bëjnë me një zhvillim ekonomik dhe social që duket sikur është një trajshëm dhe ka një sens, por ka pasur ndryshime të mëdha politike që kanë ndryshuar të qytetet. Mendoj që sot jemi te një pikë që maturia qytetare dhe përkujdesit që sot njerëzit kanë për jetën e tyre, ka bërë që kemi arritur një pikë për kristalizimit gjithë bashkë si komunitet, që këto ndryshimet duhet të jenë jo vetëm thjesht të këtij niveli apo të kësaj pamje, po të kemë të bëjnë dhe me atë çfarë kërkon komuniteti për të jetuar një jetë më të mirë sociale. Kështu që të gjitha këto zhvillime të Tiranës dhe të qyteteve të tjera, ka ardhur momenti që gjithmonë më shumë të kemë nevojë për zërin qytetar, një zë qytetar aktiv, për një zë qytetar gjithmonë në kërkim të më të mirës për fëmijët dhe për veten e tyre, për komunitetin. Dhe pse jo, ta shpreh atë dukshëm, bindshëm, edhe me qytetar, si zoti Saadettin Çeliku. Mendoj që sa më shumë evoluon si qytet apo si kryeqendër e gjithë shqiptarëve sot në fakt Tiranë, vendi ku me gjithë shqiptarët identifikohen pak a shumë, qoftë në trevat e Shqipërisë apo dhe brenda Shqipërisë. Ka momenti që të largohemi nga këto ndikime politike dhe zhvillimet e qytetit të jenë jo majtas, djathtas, as poshtë, as lart, po të jenë në drejtimin e duhur ose jo, pra në të drejtim që kërkojnë dhe sot me të drejtë meritojnë qytetarët. Qytetarët e Tiranës, si dhe qytetarët e çdo qyteti, duhet mos trajtohen më me atë lavazhin e trurit të diskursit politik, po të kenë programe dhe alternativa të zhvillimit që kanë të bëjnë me jetën dhe komunitetin dhe në mënyrën si mund të përmirësohen në mënyrë shkencore, në mënyrë sociale, në mënyrë ekonomike, gjithë zhvillimet dhe trendet e rritjes së një qyteti që kërkon me drejt sot në Europë më të mirën për veten. Kështu që falenderoj edhe të parë inxhinierin për kontributin e tij dhe do doja që gjithmonë më shumë të kishim zëra të tillë qytetarësh aktiv mes nesh për të kuptuar smundjet, por edhe ilaçet që duhet të kishim raste të tilla. Faleminderit. Kur kërkova Saadettinit bënte një opinion për një nga botimet e mia, dipozit nga fondi e shkrujti, shpëtimi është nga ato që i hap zavalla e kres, që thotë shpëtimi është nga ato që i hap punë vetes. Mund vjen mirë që e ka zënë hakuintën Saadettinit, mas gjithë këtyre botimeve mendoj që i ka hap punë vetes, ashtu si puna ime dikur edhe që vazhdojmë të bashkë. Që të vërteta, ku jam ndër inkurajuesit dhe mbështetësit të Saadettinit për një zë qytetar. Unë e kam ndjerë zërin e Saadettinit prej kohësh, pavarësisht se rrethanat me njëri nuk e lejojnë të shprehë mendimin lirë, por kur je një qytetar i lirë, siç është Saadettin, mund ta shprehësh atë me gojë apo me vepra, siç janë gjithë këto libra që ju tashmë i keni parë ose të shihni në ku kam e dorë. Unë jam shumë i kënaqur që Saadettin është bërë një intelektual Tiranas me një CV të pasur, botimesh, për ta pasur edhe intelektual të tjerë të cilët janë me titull të mëdhenj shkencor, por që nuk kanë themi një zë qytetar. Mund të jetë i zotin një kurs saktuar, por që ta ngresh zërin fort, përgjithsisht ne nuk kemi patur kurajën dhe vazhdojmë mos e kemi kurajën qytetarë për ta thënë fjalë. Nga gjithë ato që shkruan Saadettin, mund të jap pak mikun tim Ervin, po etiketuar me emra me tituj të tjerë. Është e vërtetë që Saadettin sjell mes nesh, na edukon neve, pavarësisht se në Franca ato shpesh nuk shprehemi, ta themi mendimin si duhet. Unë nuk duhet të më keq kuptohet, por në debat televiziv blushi me zonë Rakipi, kur zoti Rakipi po e ngacmonte
Glushin ato që ai thoshte. Glushi tha unë jam qytetar i lirë. Ju nuk jeni qytetar i lirë. Qytetar i lirë Saadin Çeliku. Glushi nuk është qytetar i lirë sa kohë Glushi është i rreshtuar në informacion politik apo ka një mandat. Kur ti rreshtohesh në informacion politik, ke kufizime. Sigurisht duhet të respektosh kufizimet që ja ke caktuar vetes. Saadini në gjithë ato që shkruan, kritikon pa komplekse cilin do, por edhe vlerëson pa komplekse cilin do. Unë kam parë të gjitha librat se Saadini qoftë paraprakisht apo pas botimit mua mi ka dhënë dispozicion, i kam parë me kujdes. Ndonjëherë dhe si thuash e kritikoj për zërin e fortë dhe se ky zë nganjëherë do dhe mbështetje themi për të mos u ndjerë vetëm. Dhe mjedisi sigurisht është një mjedis që ne jetojmë për ditë, kur Tirana nuk e thot fjalën vajralli që ndodh në rrethë. Mund vjen mirë që libri promovohet, pavarësisht se situata nuk është shumë e përshtatshme nga pikpamja e një promovimi masiv themi për të dëgjuar të çdo qytetar. Uroj që botime të tilla Saadin të vazhdojë të bëjë. Nga aq sa unë di, Saadin ka bërë krenar jo vetëm vete, por ka bërë krenar fëmijët e tij, familjen e tij, vetë e tij, ne shokët dhe gjithë ju që jeni sot pranishëm. Se nuk është pak që thuash që babai im ka shkruar 12 libra. Pavarësisht se themi karakteri i tyre është gjithanshëm, por Saadin e shikon të jap mendim për shërbimin e transportit rrugor, të jap mendim për ekonominë, të jap mendim për qytetin e Tiranës. Saadin si Tiranës ndërron që Tirana bëhet ashtu siç ai mendon të jetë. Sigurisht e thot aq sa ka mundësinë e tij, dhe sikur gjithë ne thonë kaq sa Saadin, Tirana ishte bërë vërtet një qytet europian, por ne nuk e themi me atë kurajë. Pavarësisht se ndoshta kjo mënyrë të thënie shpesh nuk na pëlqen, dikujt nuk i pëlqen. Të rrethuar në një nga servitizmin e harrojmë që mendimi kualifikuar shkencor, siç është në këtë rast, apo qoftë dhe mendimi qytetar apo mendimi publicistik duhet konservuar. Shpesh Saadini bëhet themi një zë i pambështetur në opinionin ton publik. Unë duroj që të tilla promovime të bëjnë në kohë të tjera dhe më të shpeshta, me qëllim që ky zë qytetar i një intelektual i Tiranës të jetë nderi dhe krenaria jo. Faleminderit. Sigurisht që është nder sot që marr pjesë në këtë promovim këtë libër të nënt mos gabon Saadinit. Dëndetje është, po s'u dëgjova nënt, në pra, edhe ka dhe gade, po. Sigurisht që më telefonojnë, tha, me ta 26, ora 6, dhe mërë dhe sot në telefonit e Saadin, 26 e kam fiksuar, e kam pjesë të agendës time. Sigurisht që është ndërë, në thash në parë, për shkak se është një personalitet që ka kontribuar zakonisht në jetën publike si zonës ministër në periudhë të gjatë dhe po të lezosh në shkrimin e tij, sigurisht që është një vlerë jashtëzakonisht e madhe e transportit shqiptar. Gati mos gabohen çfarë shekullit ka shërbyer dhe ka kontribuar në këtë fushë. Sigurisht edhe në promovimin e shumë librave të transportit, por edhe në publicistik, në gazetari dhe ja u them me një siguri plot që shpesher kur lexoj gazetat e mëngjesit si zyrtar tashmë e administratës shqiptare. Dëgjoj fakt te emisioni i mëngjesit i orës 7 të bashkimit, dëgjoj që ka një shkrim për Saadinin, po shpesher këto kohë fundit ka pas ke gazeta Zëri i Popullit.
Dhe në fakt lexoj sa të di. Shumë. Lexoj sa të di nga zëri po. Për këtë keni sigurt. Kuptojmë. Jo, po them lexoj sa të di nga zëri po. Jo sepse nuk lexoj shkrimtarë të tjerë, por se janë qenë politike e kësaj gazete, problemet si po thuajse i kam të asimiluar në një përgjithshme. Kështu që sa të din do e duroj shpirtërisht, domethënë na kemi rrugë jo vetëm për qytetarët e këtij qyteti, po në veçanti ata qytetarë që unë personalisht edhe ti dhe një ke për zemër qytetarët e vitë të Tiranës, më tha takova zotrinë më parë në tha ke ardë, po si mos vishën sot kur kam një njeri që vjen nga një familje që e kemi përnder, kupton të gjithë, jo vetëm sa e dini, po të gjithë ne. E them dhe këtë nuk e lunë topik, që pavarësisht se Tirana është bërë prioritet e gjithë shqiptarëve dhe realisht të tillë është, Tirana se të gjeni në Tiranës. Me kaq duhet ta mbyll, suksese në jetën e përditshme, në familje dhe sa më tepër, jo libri 12, po përroj edhe 3 libra tjera, shikoj që je me këtë energji. Suksese. Unë ka të kam se që nga të partia ime. Duri, Unë ka të partia, e s'jam nasin partia. Partia ime kur e kisha unë gjallë, në kam ka portërjetë. Gjallë është me ty partia. Në zratë për shumë, që partia jojë. Pa i kërtari jojë më thamë më krisë bëllë, për të që që gota. Që gota, të në paskirë. Që që për shka gjallë. E s'kresë bëllë, po jam të syrë. Kresë të herë. A i gjatë jojë. Po më botë të kam për edhe, ju voja. Tani unë në moshe sarë kërse, kam të falë që kam një vëtë i bursë. Tani këtë vite kam në kapë. Dhe po të gjojnë në gjesë unë gazeta se unë jam shupër. Nga të në ato, me që kam padu. A i u rejë më rejtë. Dhe do shumë dashuri. Po shumë. Përndaj këto përë të të di. Era morali, këto të tia. Kam atë shumë në e këto të të Doro e shëndet. Unë jam sarë e ditë, i shumë i risa në mund. Por duar të trajtosë në të shime dhe punit. Mu janë ke pate në konë po, dhe të kam. Në të aminantë të me bishë, janë në pëse nësë. Unë e sa një ke me anë të pëse nësë. A i që banë dhe të të bjerë, në të banë. A i doktor në korpo drikë, unë me raketër me sa uve. Che sta cercando? Ha? Che sta cercando? Po për unë në kam pranuar me gjitha ato. Profesor, se lutem shumë do të trajtosh ku janë në majtë ato që patin fundi si. Para që janë shkollë me vetë ata. Jo vetëm nëpërmjet njoftimit që bëri në faqen e Facebook-ut me që unë jam frens me zotin Sajdin, po edhe njoftimit që bëri Zeneli në qoftë telefon, qoftë edhe duke pirë kafe dhe me knejsi erdhë. Për Sajdinin që unë e njoh me 10 vite, jo vetëm si qytetar i Tiranës, jo vetëm si familjar, por edhe në strukturat ku ka, edhe në organet ku ka punuar, por më pëlqen mbi të gjitha dhe kënaqem për inkurajimin që ka, guximin në mendimet që jep dhe si mjek do flasë edhe për shërimin e atyre plagëve që kanë në shoqërinë tonë. Dhe këto janë mendime tepër të guximshme, që është karakteri i zotit Sadedin, i cili nëpërmjet publicistikës tij e shpreh qartë, pavarësisht se nocioni filozofik është që praktika është kriteris e vërtetës. Dhe janë të tjerë të cilët duhet të gjykojnë dhe të marrin masa për
përmirësimin apo zhdukjen e këtyre plagëve të shoqërisë. Në mënyrë që Tirana, unë jam 66 vjet që banoj në Tiranë, pavarësisht se vendindja është diku tjetër, por të krenojmë të gjithë dhe si komunitet të vlerësojmë ato mendime që ka dhënë Zoti Saladini. Unë e vlerësoj jashtëzakonisht Saladinin, e përgëzoj për punën e tij të jashtëzakonshme dhe kënaqem që të jemi vazhdimisht në përurime të tilla për Zotin Saladini. Sukses! Kanë dy vllazë vetë. Duhet të libër ka një artikull që bëri goxha buj. Ka pas shumë telefonata, shumë ngacmime në Facebook, domethënë edhe shumë kontakte me njerëz. Ai artikull bënte fjalë për teatrin autokton dhe teatrin e mesërimit vetëm të sistem. Porque que não está tendo a idade, o surto da idade. Já é óbvio, você até te cura, a possibilidade de estambar na parte da capacidade de atrax na lá. A possibilidade de triste, no chifre, no outro tetrasado. Capolu politicar no sumiço, capolu escantar no sumiço, capolu partista cá, não conhece chifre. Ka prodhuar aktorët më të mirë Shqipëri, ka prodhuar aktorë humori dhe teatri, ka prodhuar balerina më të mira në Shqipëri prapa atje. Për shumë çuditshme. Dora, unë ka përmirësuar aktimin për shkak të ndërhyrjeve që ka pasur. Mi po se çuditshme, shumë çuditshme, sinqerisht jo për ta përgëzuar, që më lajtë të thonë, më përresim të rastë të fundit, është tonë së gjatë. Një po perspektuar, po kemi parë, e kemi ndjerë politë ne, si njësi, ose ka ndjerë kush, nuk të ka pa njëri më syri, 7 vjetë, edhe ne prapë, votë gjatë, po për formë njërë që do të e legalitet, do të e balë, do të njerë që nuk e di që vota është kartonet, du të administru, në shumë kuset bile, edhe të qështë atje, ku ti i përfiton me shërbime, përfiton me shërbime, ti përfiton familje, ku je ti përfitur si familje, dhe ne nuk e kemi administru si të tjilë, si kemi parë të tjilë. Tani, kemi fillu përmizami, pa ma duhet jemi me gjeshën për atë që po kalon në njërë. To 14 personë, unë ka të shtu në rëndësit që janë dakord për shkrimë e bjeja. Unë nuk e ditë. Ka kalu për ta bashkë në qekë si bashkat, 96-2000 me Big Brother. Ishe shumë bërë mirë, dhe unë kisha korajë e shojë, ora, se të punat. Më thotë të shqipë, të më nesë të dhjë në të dhjë. Tu nuk kanë bile politika fare, absolutisht. Unë këtu kam shok personë që janë të tjatë, po janë goxha shok të respektuar, e shok të një dhe më thonë, po problemi është që ne pagujmë para, gjithë të para, e shkatrojë të terminalin e trenit të atim të farë, dhe të tha, të të një bakë. Pse? Se dojtë e urgjent me bo palat në tresin, dojtë me bo gata qenë shpet, pa shpërësu banor, pa bojt projekt, as më këtë të kishtë, jo më të në gjëra tjera.